A i donë na me folë për qëtë punë, për listën serbe të qëtu që me mbroj diçka tjetër kënej. Po pra. Pse për do me mbroj që ta pyetja kryesore të mushtru edhe me këshyrë që ka që po mbron. Po pra. E tash, qytetarët e Kosovës duhet me ditë që prej shtrejtimit të energjisë elektrike në Kosovë, që pagujmë unë e te, se cili që pagujmë fatura qëto, mas shumë të ka përfiton Vuk Hamoviqi. Vuk Hamoviqi është djali një generalit të ushtrisë serbe, shumë i afël me pushtetin e Serbisë, prej Miloševićit e Dejte Vučići. A din Albin Kurti kush është Vuk Hamoviqi? Ka fola e vetë. Shumë bile. Shumë se disa herë. Për herë të parë ka fola e më. Disa herë e ka përmend në intervista dhe ka shpjeguar që është funksionon që Të shtatë që ka pas një rrëfim të jashtëzakonshëm. Domethënë ai e din. Për shikuesit do ta nxjerrim një pjesë në ai e din kom për mbron dhe unë besoj duhet qenë pushtetet edhe pse. Tash Albin Kurti le dalë na kallzon neve, le ta thotë që na jem të e mbrojt dhe jem të e luftu çdo kontrata që po i merr Vuk Hamoviqi në emër të Kosovës. Për shembull, pse nuk pja hek licencën zero-e, ata më janë nisë që saj. Pse bashkëpunon me Noën kur dihet që Noa e blen energjinë elektrike për aty. Martin Berishën që e përmendet. S'po dojmë na shpjegoj çka është kjo puna Martin Berishës. Për shembull, kur të hek 1 milion e diçka euro cash. 1 milion e gjys. 1 milion e gjys, që e përmendet. Kush kuaj që të para shumë e rëndësishme. Nuk mund është të hek para cash me shkuar bile banesë në Prishtinë, se banesë do të shmëlej përmes bankës. Apo jo? Se rregullat janë të smundur, aty janë kufizime shumë të mëdha financiare, që ti mundesh për shembull me parë që mundesh me orientuar se në aspekte të tjera legalisht po flas, pa e përdor sistemin bankar. Po ka shumë të vogla. Çka do të është shumë më e madhe duhet të shku përmes sistemit bankar. 1 milion e gjys euro ku janë shku. Tash, me 1 milion euro, me 1 milion e gjys euro në Kosovë, do të qenë Kosova vend i vogël. Ti mundesh me ndryshuar rezultat zgjedhor. Jo, po pra. Me 1 milion euro ti fitos zgjedhje të vogël. Pa e pas një të heq. Tash ku janë shku çto parë ne më interesojnë. A ku 2021 këtu? Po, i ka fituar zgjedhje. Ku janë shku çto parë? A kemi pa për shembull raportin që tash asaj organizatës që ke shumë mirë keni raportuar dhe ju si paparazzi.